Zgjedhjet e fundit të 11 maj treguan pikërisht që baza elektorale e Partisë Demokratike po gryhet nga subjektet e reja politike, siç është edhe Lëvizja Bashk pra. Dhe përderisa ata e kuptojnë se nuk mund të jenë një alternativë qeverisë e ardhshme, aq më tepër me një kryeministër si Sali Berisha, qartazi janë komod në të qenit si thua partia më e madhe opozitare në kuvend dhe aq më tepër kur lind një mundësi për një bashkëqeverisje që këta i vënë emrin qeveri teknike, ata sigurisht janë të lumtur që të marrin dhe ata një pjesë. Por po thoya edhe më parë që kjo bashkëqeverisje ose qeveri teknike quajnë si duash, në thelb nuk e zgjidh as pak problemet që lidhen me manipulimin e votës që kemi dëshmuar edhe në 11 maj, që lidhet qoftë me administratën shtetërore, qoftë me lidhjet me oligarkinë dhe krimin e organizuar, qoftë me mekanizmat e institucioneve shtetërore si ndëshkuese ose ndaj qytetarëve, le themi në përgjithësi, sepse nuk është gjë që zgjidhet as me 6 muaj as me 1 vit qeveri teknike. Ajo që rrezikojmë, siç thash pak më parë, është që Edi Rama të rehabilitohet në pushtet pas zgjedhjeve, ndërkohë që rruga e duhur, rruga që e kemi parë të ndiqet edhe në shtetet fqinje, Greqi, Itali, Francë edhe shumë vende tjera, është që në momentin që partitë tradicionale të vjetra, si thua, e humbasin legitimitetin e tyre. Në vendet fqinje ishte për shkak të krizës financiare 2008-s. Në Shqipëri po e shohim tashmë me ndërhyrjen e SPAK-ut. Ato duke hyrë në zgjedhje gradualisht e humbin elektoratin e tyre dhe vjen një moment praktikisht që në mënyrë që të vazhdojnë të rinë në pushtet, detyrohen të bëjnë një koalicion me njëra tjetrën. Dhe unë besoj fuqimisht që nëse ne do hyjmë në zgjedhje parakohshme në Shqipëri, ajo që do shihnim është një asnjë prej dy partive PSD për shkak të gjithë këtyre aferave korruptive që kanë ndodhur dhe humbjes legitimitet, nuk do t'ia dilte mban të merrte 71 mandate për ta qeverisur e vet me vendin dhe do të detyrohej që të hynin në koalicion me njëra tjetrën. Dhe kur ndodh kjo gjë, edhe vet publiku e percepton se kush janë interesat, le të themi, të përbashkëta të dy subjekte kryesore dhe kush është opozita e vërtet.